Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Doni të jetoni 100 vjeç. Mjeku më i vjetër në botë zbulon 4 ushqimet sekrete për jetëgjatësi. Disa studime tregojnë se nëse niset përmirësimi të ushqyerit dhe më pas moshës së mesme, mund të fitohet një 10 vjeçar jetë ose edhe më shumë në pritshmërinë e jetëgjatësisë. Por si bëhet kjo? 100 vjeçarët e mbar planetit nuk numërojnë kaloritë e marra, nuk marrin vitamina ose bëjnë dietat duke pushuar çdo gjë. Atëherë si ndodh kjo? Nuk është asnjëherë vonë. Sipas disa studimeve, gjenetika ndikon nga 25 deri në 35% në jetëgjatësinë e një individi, ndërkohë që dieta, mjedisi, ushtrimet fizike dhe faktorë të tjerë të lidhur me stilin e jetesës përbëjnë pjesën tjetër të ndikimit, citojnë ekspertët. Në këtë video do të merrni disa nga ushqimet dhe jo me faktorët të tjerë që ndikojnë te jetëgjatësia. Një ushqim tepër i pasur me proteina, me yndyrë dhe sheqer të shtuar përshpejton plakjen dhe patologjitë e lidhura me të, si diabeti, mbipesha, probleme të ndryshme, sëmundje kardiovaskulare, neurodegenerative dhe autoimune. Studimet dëshmojnë që nuk është kurrë vonë dhe nëse niset përmirësimi i të ngrënit pas moshës së mesme, mund të shtoni një 10 vjeçar të moshës suaj, citon WebMed. 95% e ushqimit duhet të vijë nga bimët. Duket një rregull i thjeshtë, por pak vetë e vënë në zbatim. Perimet, drithrat, bishtajat janë përbërësit kryesorë të ushqimit të 100 vjeçarëve kudo në botë. E rëndësishme është edhe shumëllojshmëria e frutave dhe perimeve. Ngjyrat e shumëllojshme ndikojnë në përzgjedhje dhe sezoni stinor. Më të mira në listën e ushqimeve të jetëgjatësisë janë perimet me gjethe jeshile. Studimet tregojnë se individët që kanë konsumuar të barazvlefshme një gotë çaji në ditë me perime të zjera kanë gjysmën e mundësisë për të humbur jetën në 4 vitet e mëvonshme në krahasim me ata që nuk kanë ngrënë perime me gjethe jeshile. Drithrat integrale gjithashtu duhet të jenë pjesë të dietave tuaja. Drithrat që konsumojmë duhet të jenë integrale: orizi, makaronat dhe buka. Drithrat me të vërtet integrale. Kujdes kur lexoni etiketën që verifikoni të jetë të shkruar qartë mbi to. Ofrojnë vlera të ndryshme të ushqyesve dhe janë të shëndetshëm gjithashtu edhe për zorrët tuaja. Mishi jo më shumë se 2 herë në javë. Mishi duhet të konsumohet gjithmonë me kursi. Qëllimi është që të arrihet rreth 50 gram mish në ditë dhe konsumi i saj të mos jetë më shumë se 4 herë në muaj. Do të ishte më mirë që të përzgjidhni produkte të blegtorisë që vijnë nga sipërmarrjet familjare. Mishi që hanë 100 vjeçarë në të gjithë botën vjen nga kafshët që konsumojnë bar gjatë gjithë jetës së tyre dhe janë në gjendje të lirë. Bishtajat e zjera mund të konsumohen çdo ditë, sepse do të sjellin përfitime të mahnitshme shëndetësore për shëndetin e atyre që personave që duan të kenë një jetë të gjatë dhe të shëndetshme. Brenda listës së perimeve, bishtajat duhet të kenë një vend të preferuar. Duhet të përdorni ato në vend të ushqimeve blegtorale si pjatë të dytë. Fasulet e zeza, soja, thjerëzat, qiqrat, fasulet e bardha, bishtajat janë çelësi kryesor i jetëgjatësisë. Ato janë burime të mrekullueshme për fibrat që rregullojnë dhe shtojnë bakteriet e mira të pranishme në zorë dhe mirëmbajnë gjithashtu edhe shumë ushqyes për gram në krahasim me çdo lloj ushqimi tjetër mbi tokë. Gjithashtu, 100 vjeçarët konsumojnë gati gjysmë tasi në ditë. Të paktën 85 gram peshk duhet të jetë i përfshirë në menun tuaj ushqyese. Njerëzit që ushqehen me perime në një sasi të vogël peshku në ditë janë ata persona që kanë gjithashtu një jetë më të gjatë. Zgjedhja më e mirë sa i takon peshqve për ushqim janë sardelet, merluci e të tjera, të cilët nuk ndoten nga sasia e madhe e mërkurit ose agjentët e tjerë kimik në ambientet e tyre ku jetojnë. Më pak bulmetra dhe djathra me yndyrë. Qumshti dhe djathi duhet të jenë pjesë e të ushqyerit të përditshëm dhe janë një burim i vlefshëm gjithashtu edhe niveleve të mira të kalciumit, por duhet të konsumohen gjithashtu në mënyrë jo të yndyrshme, pra të skremuar dhe në rastin e djathit të jetë i freskët. 100 vjeçarët në zonat e identifikuara në zonat blu në botë e marrin kalciumin nga bimët,
Për shembull, një tas me lakra të zjera ndihmon me elementet e kalciumit sa një gotë qumësht. Megjithatë, konsumojeni edhe produktet nga dhit ose delet që rriten në mjedise të hapura dhe të lira. Deri në 4 vezë në javë janë një zgjidhje mirë ushqyese për ju. Vezët janë një nga ushqimet me profil shumë të mirë ushqyes. Gjithashtu, një profil i mirë ushqyes konsiderohet ai që luan një rol pozitiv në parandalimin e problemeve dhe mund të zvendësojnë proteinat e mishit. Vezët janë të rehabilituara dhe për kolesterolin. Studimet e fundit tregojnë se nuk ekzistojnë lidhje mes konsumit të vezës dhe rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare. Ajca Organizata Ndërkombëtare të Shëndetit nuk vendosin më një kufizim të konsumit, por është mirë që të konsumoni të paktën 4 deri në 7 vezë në javë. Për thyerjen e urisë të madhe, mund të konsumoni gjithashtu lirisht një grusht me arra. 100 vjeçarët konsumojnë për ditë fruta të thata pa egzageruar. Çdo zgjidhje midis arrave, bajameve, kikirikëve të tjerë janë të vlefshëm për të pasur vitamina dhe minerale. Arrat janë në krye të listës. Një studim 30 vjeçar i Universitetit të Harvardit ka dëshmuar se kush konsumon arra ka 20% më të ulët vdekshmëri në krahasuar me ato që nuk i hanë. Të tjera studime tregojnë se frutat e thata reduktojnë kolesterolin deri në 20%. Reduktimi i ëmbëlsirave në ditën tuaj është çelësi një jete më të shëndetshme. Banorët e tashtu quajturave zona blu të jetëgjatësisë konsumojnë gati 1/5 e sasive të sheqerit që konsumojmë ne. 100 vjeçarët hedhin mjalt në çaj dhe hanë ëmbëlsira vetëm në raste të festave. Pra kujdes nga sheqeri që ne shtojmë në ushqime, ose industritë shtojnë në ushqimet tona. Për të bërë një dallim, mjalti është i ëmbël në mënyrë natyrale dhe frutat përmbajnë sheqer në mënyrë të natyrshme. Çdo gjë tjetër e ëmbël konsiderohet gjithashtu e shtuar. Pra shmangni sheqerin e shtuar, duke nisur nga ai që vendosni në kafen tuaj, në ëmbëlsira, gjithashtu në pije të sheqerosura deri te buka dhe mishi i përpunuar. Konsumoni ushqime të cilat janë të papërpunuara. Në vendet e zhvilluara tashmë të konsumosh ushqime të papërpunuara siç janë edhe ato që kanë konsumuar të parët tanë, është gjithmonë e më e vështirë. 100 vjeçarët nuk i marrin ingredientët pasi ushqehen me çdo gjë tjetër që kanë nevojë nga ushqimet e papërpunuara, të cilat shpesh kultivohen në zonat e tyre ku jetojnë. Duhet të shmangni produktet me një listë të gjerë të përbërësve. Maksimumi duhet të kenë 4 ose 5 dhe jo më shumë, dhe duhet të bëni blerje me 0 kilometër. Atëherë do të keni gjithashtu edhe ndikimin pozitiv në rritjen e jetëgjatësisë, citon WebMed. Pini më shumë ujë në vend të pijeve të tjera energjike ose ato të cilat përmbajnë sheqer të shtuar. Ekspertët rekomandojnë të pini të paktën 8 gota ujë në ditë. Për vetë faktin të hidratimit, pirja e ujit ndihmon gjithashtu edhe në shmangjen e problemeve urinare, të presionit, të kapslëkut, të problemeve të plakjes së lëkurës, pa folur gjithashtu për efektet e tij në tru. Edhe çaji i jeshil është i mirë edhe i vetë verifikuar sepse ndihmon në shmangjen e problemeve kardiovaskulare dhe ka disa lloje të problemeve. Kafeina. 100 vjeçarët e konsumojnë kafe. Disa studime dëshmojnë se pirja e kafes zvogëlon prekjen nga demenca dhe Parkinsoni. Një studim i fundit tregoi se pirja e një sasi nga ana e diabetikëve ka zvogëluar humbjen e tyre të jetës me arsyen e përmirësimit të shëndetit kardiovaskular me të paktën 18 deri në 20%. Kafeina nuk merret nga pijet energjike, por vetëm nga kafeja pa sheqer. Hani më pak në më pak orë. Një sekret për jetëgjatësinë është të hani më pak. Çdo gjë sipas këshillave të mësipërme, por nga pak. Është e rëndësishme të reduktoni oraret e ditës gjatë të cilave hani. Për shembull, mund të filloni pas orës 8 të mëngjesit dhe ta mbyllni darkën para orës 20. Nuk bëhet fjala që të mos konsumoni ndonjë vakt shumë mod, sidomos, por të respektoni ritmet e jetës suaj. Parët tanë shkonin për të fjetur me pulat, pikërisht sepse drita e ditës duhet të rregullojë ritmet tona sa më shumë që t'jetë mundur. Mbajtja e një shëndeti të rregullt cilësohet edhe arsyeja e jetëgjatësisë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim vetëm informimi.
dhe jo të zvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë dhe të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut ose atë që ju doni të besoni. Vëmendje. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.